Në qytet është shpesh e lidhur me ritmin e shpejtë, me mundësi të shumta për punë, argëtim dhe një infrastrukturë të zhvilluar. Nga ana tjetër, jeta në fshat është një sinonim i qetësisë dhe lidhjes me natyrën, duke ofruar një jetë më të thjeshtë dhe më pak stresuese. Një shembull i tillë është fshati Kozar, që i përket bashkisë Kuçov. Në vitet e fundit, investimet në këtë fshat kanë sjellë ndryshime të dukshme, duke ushtruar përgjatë degës së lumit Devol. Ndërtesat prej 2 deri në 3 kate dëshmojnë transformimet që kanë ndodhur në mirëqenie dhe mënyrën e jetesës pas viteve 90. Fshati Kozar bën pjesë në qendrën administrative Kozar, e cila përbëhet nga 11 fshatra. Pjesa më e madhe e banorëve të kësaj njësie merret kryesisht me bujqësi, pemtari dhe pak bregtori. E gjithë qendra administrative përbëhet nga 2500 banesa dhe ka një popullsi prej 8500 banorësh, me një sipërfaqe prej 40 km². Kjo njësi është nga më të mëdhat në bashkinë Kuçov, duke u kufizuar në veri me qytetin e Belqit, në verilindje me Cerrikun dhe në perëndim me bashkinë Lushnjë. Në këtë fshat fermerët dhe banorët ruajnë traditat dhe kulturën e lashtë, të cilat trashëgohen nga brezat e mëparshëm. Në rutinën e çdo dite, qytetarët mblidhen në kafenë e qendrës së fshatit për të diskutuar çështjet e jetës dhe punën e përditshme. Fermerët investojnë me përkushtim në bujqësi, në ndërtimin dhe shtimin e serave, duke sjellë përmirësime të dukshme në zonë. Megjithatë, një fenomen i dukshëm është largimi i të rinjve, të cilët braktisin vendin dhe traditat e festimeve, ashtu si ndodh edhe në Kozar. Kozar është një vend ku natyra ka dhuruar mrekullitë e saj, kodrat, lumenjtë e fushat, të cilat bashkë me një klimë mesdhetare krijojnë një ambient të përsosur për prodhimin e prodhimeve bujqësore. Në këtë tokë, fermerët me punë të palodhur kontribuojnë në zhvillimin e zonës, ndërsa në nën tokë ruhet një minierë e artë. Kamera e televizionit Apollon paraqiti një ditë pamjet e infrastrukturës dhe kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, i cili me filozofi dhe vizion të qartë udhëheq projekte të reja në zhvillim. Drejtori i urbanistikës pranë bashkisë Kuçov, zoti Sokol Vasili, u shpreh për rëndësinë e zhvillimit të kësaj zone. Jemi këtu në njësinë administrative Kozare, kjo është qendra e fshatit Hamaleas, që njihet edhe si qendra e njësisë administrative, në të cilën vetëm në 2 vjetet e fundit Bashkia Kuçov ka investuar në infrastrukturë në afërsisht 8 km rrugë, që përfshin fshatrat Feras, brenda të njësisë administrative Kozare dhe fshatin Kozare. Pra, aktualisht është duke përfunduar edhe rruga Vlashuk-Zdrav, që lidh 2 fshatra të tjerë të njësisë administrative Kozare, pra afro 8 km rrugë infrastrukturë. Patjetër që ka në vazhdimsi, kryesore për ne, dhe ajo që ne kemi kërkuar i kemi kërkuar ose sa kemi përgatitur projektet dhe kemi nisur për investim në Ministritë Përkatëse, është pjesa kryesore e kanalit Vaditës, që fillon nga diga e Vlashukut, që njihet diga e Vlashukut, dhe përfundon në pjesën tjetër të Devollit, që njihet si Bilinja e Ordës. Ky kanal Vaditës do të ndihmojë të gjithë zonën bujqësore, sepse kryesisht Kozari është qendër bujqësore, një nga më të zhvilluarat e bashkisë Kuçov, dhe do të ndihmojë për vaditjen e tokave të gjithë zonës. Bashkia ka prioritet zhvillimin e bujqësisë në njësitë administrative, dhe zona e njësisë administrative Kozare është një nga më të zhvilluarat, pra nga njësitë administrative më të zhvilluara në këtë kuadër, pasi është një nga zonat më punëtore, që ka sipërfaqen më të madhe të serave në zhvillim, por ka dhe një sipërfaqe të madhe të tokave të mbjella me ullinj. Zgjedhja e jetuarit mes qytetit dhe fshatit është shpesh një çështje preferencash personale dhe përparësisht duke u varur nga nevojat e secilit individ për atij karrierë dhe stil jetese.